Be seated, please. Gjykatës, mund të uleni. Madam Court Officer, please. Zonja sekretare, sillni dëshmitarin në sallë. Ms. Alexandra, before you begin, Zonja Alexandra, përpara se të filloni, dy përfaqësuesit e qeverisë amerikane dëshirojnë të japin një deklaratë të shkurtër përpara se të filloni. Përpara se dëshmitarit sillen në sallë. all right. Në gjykatësi, në rregull, kushdo të jetë gati për të dhënë deklaratën. Zoti Ruben, përfaqësuesja juaj dëshiron të japin deklaratë të shkurtër. Faleminderit shumë, kam një ndërhyrje të shkurtër në emër të Shteteve të Bashkuara. Siç mund si keni parë me siguri dëshminë sot në mëngjes, ne synojmë që të mos ndërhyjmë këtu, pra një ajon të mos ndërpres seancën, përveç në rastet kur është e nevojshme. Ne për të bërë këtë gjë ne ndihmohemi nga dokumentet që zoti Rubin ka përdorur dhe cilave është referuar, qoftë dokumentet që janë publike, siç janë raportimi i lajmeve, apo dokumentet e brendshme të Shteteve të Bashkuara që janë klasifikuar si publike, janë deklasifikuar, pra duke thënë këtë, ne donim që të jepni një vërejtje të shkurtër sa i takon zotit Rubin dhe pyetjes që është bërë atij për dhënë informacione në hollësime të lidhur me burimet konkrete dhe përfundimet nga të tjerët brenda qeverisë amerikane, në veçantë shërbimet e inteligjencës pra të zbulimit. Ne në këtë rast mund të kemi nevojë të ndërhyjmë. Dëshim që ta bëjmë këtë të qartë. Gjykatësi, faleminderit. Zonja Alexandra, mund të vazhdoni pyetjet tuaja. Zonja Alexandra, faleminderit. Përpara pushimit, po bisedonim për një intervistë me zërin e Amerikës, zoti Rubin, nëse mund të shfaqim në ekran tani dokumentin DJK 2096, lutem. Yes, thank you. Faleminderit. Zoti Rubin, a mund të konfirmoni që ishte intervista për cilën biseduam më herët? Përgjigje po. Alejandra, kërkoj që paraqes këtë dokument për të pranuar si provë. Gjykatësi ka ndonjë kundërshtim? Paçë, cila intervistë është kjo dhe pse nuk u paraqit si provë, nuk u dorëzua si provë kur u diskutua? Alejandra kërkoi ndjes. Gjykatësi është deklaratë e zërit Amerikës. Zoti Paçë, nuk kam kundërshtim. Gjykatësi, dokumenti DJK 2096 pranohet. Sekretarja e gjykatës desha vetëm të konfirmoj, sepse intervista është 3 faqe dhe shkon deri në DJK 2099. Alejandra korrekt, kështu është që atëherë kjo merr numrin e provës materiale 4D195. Alejandra, në faqen 97 të transkriptit, kur flitet për fushatin dezinformimit ruse të bërë edhe nga organizatat e sponsorizuara të mbështetura serbe, nga serbet, a mund të sqaroni pak më tej
Ne kishim shembuj konkret që a kishte ndonjë shembull konkret që deshet të elaboroni mbi të cilin të flisni më në hollësi, kundërshtim, zoti Paçe, avokati që ju tha më herët që kjo çështje nuk është relevante, vetëm nëse bëhet relevante vetëm nëse ka referohet konfliktit, pyetja dhe këtu është dhe lejonin RT dhe Sputnikun që të kishin të në 2084 deri në 2095. Keni dhënë ju 28 maj 1999. Dhe këtu juve thoni, ky është informacion i ri që nuk lidhet me akt akuzat, kjo rrezat të rregullta që të mos ketë llogaridhënie. Në këtu po thoni në mënyrë të drejtë se serbët ishin të përfshirë në operacionin për të mbuluar, për të fshehur provat. Përgjigje po, absolutisht po. Pyetje dhe ju pajtoheni me faktin që ata nuk po vepronin sipas asaj që kuptohet si luftë konvencionale, ata po vepronin si kriminal në përpjekje për të mbuluar krimet e tyre, për të fshehur apo jo, përgjigje e saktë. Kjo është karakteristikë që kemi parë në Bosnjë dhe kemi parë përsëri në Kosovë. Dhe në pyetje në të njëjtën mënyrë, ata po përpiqeshin që të fajsonin në mënyrë të rreshme dhe të pavërtetë UÇK-n apo jo. Përgjigje, ata gjithmonë janë përpjekur të fajsojnë UÇK-n, pra qeveria serbe. Pyetje dhe kjo është në përputhje me mënyrën e veprimit të regjimit serb, mënyrën se si ka vepruar në atë kohë. Pajtoheni me këtë përgjigje. Kjo është mënyra se si ata janë përpjekur të justifikojnë atë që po bënin, duke hedhur fajin tek të tjerët. Alejandra, tani do kërkoj dokumentin që shfaqet në ekran, dokumentin 120148, ju lutem. Right.
wrong way. Right, the page, Faqja është me numër DHT01536. right, it says page 3. Faqe 3. Lexojeni pak të paragrafi lutem. Okay. Përgjigje në rregull. Now you Pyetje, ju takuat zotin Krasniqi drejt pak më vonë me 12 prill 1999 në Bruksel apo jo? Përgjigje po. Unë vrejta këtu që nuk ma kanë përmendur emrin si pjesëmarrës në takim, nuk do thotë që nuk kam marrë pjesë në takim, mund të kenë qenë aty dhe duke bërë edhe me gjëra tjera. Më kujtohet takimi me zotin Krasniqi në Bruksel në atë moment, sepse ishte një moment shumë i dhimbshëm gjatë luftës. Nuk e dinim se si do çfarë drejtimi do merrte lufta. Dhe zoti Krasniqi na kërkonte neve gjëra për cilat ne nuk ishim përgatitur, siç ishte për shembull dërgimi i trupave toksore. Ne sqaruam atë që ishim gati të bënim, që do të bënim, por edhe gjëra që nuk mund t'i bënim. Pra ishte një moment shumë i ndjeshëm. Pyetje, dhe gjatë kësaj takimi zoti Krasniqi i bëri këto kërkesa konkrete, këto 3 kërkesa konkrete në emër të shqiptarëve të Kosovës dhe UÇK-s. Përgjigje, kështu e kuptuam ne se ai po na transmetonte formalisht kërkesat e udhëheqësve të UÇK-s dhe të Kosovës neve Shteteve të Bashkuara. Pyetje dhe shqetësimi i tij kryesor ishte vuajtja humanitare qindra mijëra njerëzve të zhvendosur në Kosovë. Përgjigje absolutisht që po kështu është, dhe edhe këtu them që duhet të theksoj se ne kishim të njëjtin shqetësim. Ne menduam se mënyra më mirë për të shpëtuar këta njerëz ishte që të mposhnim Miloševićin, dhe kjo ndodhi pas disa javësh më vonë. Por gjatë atyre jave, ai ishte shqetësuar për popullin e tij. Ne kuptuam dhe i treguam atë që mund të bënim dhe atë që nuk mund të bënim. Ne donim që të mbanim sa më shumë njerëz që të rinë aty në rajon, por pra kuptuam se njerëzit po iknin në masë në gjithë botën dhe donim që të ndihmonim ata, por nuk ishim të përgatitur të dërgonim trupa në terren. Pyetje, ai po kërkonte mbështetje humanitare për këta civil, do të thonë këtë gjë, përgjigje po. Pyetje, që njihen zakonisht si persona të zhvendosur brenda vendit, përgjigje po. Pyetje dhe shqetësimi i tij kryesor ishte kërkesa që shtetet për ndërhyrjet e Shteteve të Bashkuara apo mbështetje të UÇK-s për të ndaluar pastrimin etnik të Miloševićit, nga Miloševići, që është shënuar dhe regjistruar në të kablogram. Përgjigje po, dhe ky moment i ndjeshëm ishte para se si të mposhte Miloševići. Kishte njerëz në pjesë të ndryshme të botës, përfshirë natyrisht edhe UÇK-n që na donin që ne të ndërhynim nga ajri, por edhe nga toka, që ishte shumë temë ndjeshme sepse nuk ishin të përgatitur të bënin një gjë të tillë. Presidentin Clinton kishte përjashtuar në atë moment kohor ndërhyrjen e trupave toksore dhe për arsye që thatë edhe ju, shqetësimi i popullit të Kosovës theksuam se nëse Shtetet e Bashkuara dërgonin trupa toksore, lufta mund të ndalonte më herët, më shpejt, dhe njerëzit mund të dëmtoshin më pak. Por ne nuk ishim në gjendje të përgjigjemi kësaj kërkese, sepse kjo do të thonte që presidenti Clinton do të ndryshonte politikën e tij, që kishte thënë për të mos dërguar trupa toksore. Përgjigje saktë. Pyetje, nëse mund kalojmë në faqen tjetër, atëherë është DHT05180 0518. Dëshmitari më duket se pas kam qenë në atë takim, sepse e pash në listë.
Apologize, I cannot. Sekretari i gjykatës kërkoi ndjes nuk arriti të gjej dot dokumentin në fjalë. Aleksander Spish, mund të shfaqni përsëri dokumentin më parshëm në ekran. Dokumenti 1D00148. Yes, thank you. Po, faleminderit. Kalojmë te paragrafi 14. Mund të lexoni, ju lutem zoti dëshmitar. Right? Përgjigje po. Pyetje. Në këtë kablogram thuhet që kërkesa e tij ishin trupa toksore ose përndryshe të armatosur QK që të mbronte vetveten dhe të mbronte popullin e Kosovës. Kjo ishte logjika e zotit Krasniqi që të armatosur QK-ja si nevojë mbrojtëse për të mbrojtur civilët nga krimet mizore të serbëve. Është kështu përgjigje po. Pyetje, nuk ka asgjë të pavend në këtë kërkesë, pra apo jo? Pyetje. Përgjigje, mendoj që ne në përgjithësi kemi ndjerë që kemi vënë veten në vendin e tij dhe do të kishim qenë në vendin e tij do të kishim kërkuar të njëjtën gjë. Pyetje pra pajtoni që ishte një veprim i duhur dhe i vlerësueshëm që ishte shqetësimi i tij i parë pra për vuajtjen që pse njerëzit e zhvendosur brenda vendit. Përgjigje është e saktë që ne kemi kuptuar arsyen dhe logjikën e tij, kjo ishte logjika që ne kemi bashkëndarë, pra mbrojtjen e popullit, mbrojtjen e civilëve, dhe nuk ishte thjesht diçka që ne nuk ishim të përgatitur për të bërë në atë kohë. Pyetja e fundit zoti Rubin, duke qenë që keni pasur mundësinë të shkëmbeni dhe të ndërveproni me zotin Thaçi dhe delegacionin e Kosovës, a pajtoheni që nuk keni parë asgjë në gjuhën shprehjet e trupit apo lëvizjet, bisedat, ndërveprim, shkëmbimet që keni parë ju, që mund sugjeroni që zoti Jakub Krasniqi, zëdhënësi, ishte më tepër se sa një zë mbështetës i moderuar i cili përpiqet të ndihmonte zotin Thaçi dhe të tjerët në Rambuje me ndihmën e Shteteve të Bashkuara për t'i dhënë fund konfliktit. Përgjigje më duket që është një vlerësim i saktë kjo që bëhet ju. Pyetje, faleminderit. Gjykatësi, faleminderit zoti Alagendra, zoti Paqe, zoti Dixon, përpara që të kalojmë vazhdoj vijë me marrjen e pyetjeve të dëshmitarit, sa për të qenë në rregull, do të kërkoja pranimin e 3 dokumenteve të cilat i përdora sot. Njoftimi për shtyp, konferenca për shtyp, një numër i këtyre janë paraqitur në prova, mund t'ju jap numër nëse është nevojshëm që të identifikohen. Zoti Paqe ka kundërshtime për këto, zoti Dixon, kërkesa ime është që t'i paraqes për pranim. Gjykatësi bëni këtë duke dhënë numrin identifikues. Zoti Dixon, numrat janë sipas rendit, sipas datës. I pari është njoftimi për shtypi datës 26 gusht 1998 dhe kjo është DKV 1781 deri në 1782, pastaj njoftimi për shtypi zotit Rubin i 23 shtatorit 1998, DKV 1783 deri në 1783 dhe pastaj në fund njoftimi për shtypi datës 27 tetor 1998 i zotit Rubin me numër DKV 1776 deri në 1780. Disa prej tyre janë pranuar tashmë në prova. Këto janë dokumentet e vetë zotit Rubin. Gjykatësi po pse po i pranojmë përsëri? Zoti Dixon i përmenda në pyetje që paraqita u vonë, gjykatësi po ato janë tashmë në prova. Ju që sapo e thatë këtë gjë. Dixon unë thash dokumente si të ngjashme me këto janë pranuar më herët, pra është argumenti në favorin tonë që nuk ka arsye të ndahen këto nga
dokumente saktësisht të njëjtë me ata që janë pranuar më herët në prova. Këto janë dokumente që vinë nga dëshmitari apo zyra e tij, janë shënime bashkëkohore të fakte që kanë bëjnë me fakte të ndryshme të shënuara të regjistruara që ne mendojmë janë relevante për rrethanat në fjalë, por më e rëndësishme, ajo që është edhe më e rëndësishme, siç e shpjegova më herët, ato trajtojnë procedurën që është përdorur për mbledhjen e informacionit në terren, që ne themi është relevante për informacionin që zoti Rubin dhe të tjerët kishin në kohë lidhur me strukturën e UÇK-s, që është qartësisht pikë relevante në këtë gjykim. Gjykatësi dëshirojnë të kundërshtojnë tani apo të bënë një kundërshtim me shkrim, zoti paqe mund të kundërshtoj tani dhe baza shumë e thjeshtë nuk janë relevant, siç e pa më herët gjatë marrjes në pyetje për mbajtja e këtyre deklaratave, qoftë edhe për personat e zhvendosur brenda Kosovës dhe statistikat. Zoti avokat në fakt në parashtrimet e tij kur i kundërshtoma shpjegoi që po përdorte këto dokumente. Dokumentet në vetvete nuk janë relevante për këtë çështje. Fakti që ka njoftime për shtyp të tjera nga zoti Rubin që janë pranuar në prova nuk do të thotë që duhet të pranohen të gjitha lidhur në këtë mënyrë. Pra kundërshtojmë pranimin e këtyre tre dokumenteve. Gjykatësi në rregull do të marrim një vendim lidhur me këto më vonë, me gojë. Zoti pas vazhdoni pyetjet tuaja, Alagendra kërkojnë ndjes, harrova të paraqes dokumentin për pranim si provë, nëse me lejohet, gjykatësi vazhdoi Alagendra, është dokumenti DJK 2804-2095. Zoti Paqe edhe një herë ju lutem nderuar kryegjykatës, ju kujtoni palëve që paraqitja e dokumenteve për pranim duhet të bëhet në kohë, sepse është e vështirë që ngatrohen gjërat pastaj. Lidhur me këtë dokument të veçantë nuk kemi ndonjë kundërshtim. Gjykatësi DJK 084-2095 pranohet, përsëris atë që thash më herët, bëjnë në mënyrë të rregullt, Alagendra e di kërkojnë ndjes. Gjykatësi do doja që këto ta bënit në momentin që përdorni dokumentin për paraqitjen e tij si provë. Alagendra kërkojnë ndjes, sekretari i gjykatës, të nderuar gjykatës, dokumenti DJK 084-2095 pranohet me numrin e provës materiale 42106. Gjykatësi, zoti Paqe, keni fjalën ju për pyetjet. Zoti Paqe, mirëmëngjesi dëshmitar, unë quhem Gjims Paqe, jam prokuror me ZPS-n, do t'ju bëj disa pyetje për 4 orë ose më shumë. Si pjesë e rolit tuaj në vitin 1998, sekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara mbulon të gjithë botën, sa i përket politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara apo jo, përgjigje po. Pyetje dëgjova përgjigjen po edhe një herë përgjigje po. Do të respektojmë pauzën, për ndryshe transkripti nuk mund të pasqyrojë atë që themi. Pra, unë kuptoj që në atë kohë pritin nga ju që e njëjta gjë pritin nga ju duke pasur parasysh rolin tuaj në qeverinë amerikane atë kohë. Përgjigje po. Në paragrafin 11 të deklaratës që keni dhënë mbrojtjes, të cilën konfirmuat sot, ju thoni dhe po citoj, për të bërë punën time çdo mëngjes do të lexoja gjitha raportet e mediave relevante, si dhe raportet e shërbimeve të zbulimit, kaplogramet diplomatike, të ambasadave dhe misioneve. A ju kujtohet në ndonjë çdo ditë të caktuar në 98-ën sa raportet e mediave të shërbimit zbulimit apo të kaplogramet diplomatike lexonit? Përgjigje nuk mund t'ju jap një numër konkret, po mund të jetë 100. Pyetje, a ju kujtohet sa këto informacione për sa vende trajtoni, pra bëshin fjalë, informacione për sa vende në një ditë normale në 1998-ën? Përgjigje, po ta shikoni këtë, siç keni parë me disa nga njoftimet për shtyp, varet nga koha. Pra gjatë luftës në Kosovë, 95% e pyetjeve mund të kenë qenë rreth Kosovës dhe vetëm disa pyetje për diçka tjetër. Kur nuk kishte luftë, mund të kishte rreth 10 tema që trajtoheshin, temat e përgjithshme, pra kishit edhe fushat e tjera që duhet të trajtoheshin, po gjatë atyre 78 ditëve në veçanti dhe 3 muaj përpara tyre, apo disa muaj përpara tyre, Kosova ishte tema kryesore që sekretarja Albright dhe ekipi i saj, në të cilin sekretari Albright dhe ekipi i saj ishin të përqendruar dhe duhet të shtoj që kjo ishte relevante për pyetjen tuaj, është relevante për pyetjen tuaj. Unë kisha një marrëdhënie
unike, pra të veçantë me atë lidhur me Ballkanin, sa i takon Ballkanit. Dhe tema, nëse tema ishte e bisedës ishte Kina, unë lexoja më pak për Kinën, sepse dija që pikpamjet e mia mbi Kinën, kuptimi im ajo që di unë për Kinën, ishte më mekanik. Nërsa se sa dy fushat ku isha thellësisht i përfshirë, pra jam përpjekur që të lexoj më shumë, të di më shumë dhe të informoj atë më shumë, që ta bëj rolin tim më gjithëpërfshirës, që pra mos kishte shumë temat pra për të trajtuar dhe po përgjigjem sa më saktë pyetjes tuaj. Duke thënë këtë pyetje, do kërkoj tani të shfaqim në ekran dokumentin 0039 766 deri në 0039 7674 dhe në faqen e parë. We see witness Dëshmitar këtu shohim që kjo është njoftimi ditor për shtyp i Departamentit të Shtetit 25 qershor 1998. Pra në faqen tonë shohim referenca Serbisë dhe Salvadorit. Tani është saktë që në atë kohë çështjet që kishin të bënin me Kosovën i përfshihen në titullin në poshtitullit pra tema Serbia, përgjigje po. Kalojmë në faqen tjetër, në fund të faqes 667, largojmë pak, dhe këtu shohim që faqja mbulon Guatemalën, Arabinë Saudite, Sllovakinë, Egjiptin, lindjen e mesme, procesin e paqes për lindjen e mesme, të cilin e kuptoj që është MEPP-ja, pastaj referohet Kinës, Kuvajtit, Kongos, Kubës, Sirisë, Irakit. A e kuptoj që në këtë, nga kjo që shohim në këtë faqe, që ju në këtë ditë keni dhënë përditësi me shtyput në këtë ditë të qershori 98 për çështjet që kishin të bënin me gjitha këto shtete. Përgjigje po. Zoti Paqe, mund ta heqim dokumentin. Dëshmitari duhet të shohë, sepse mendoj që i përgjigjet pyetjes tuaj, se si një person përpara shtypit me ekspertizë të veçantë dhe marrëdhënie të veçantë në këtë fushë, në në raste vetëm lexoj atë që është përpara meje, për Salvadorin, Guatemalën, Egjiptin, mua më bëhet një pyetje, unë lexoj atë që kam përpara. E vetmja gjë që duhet të bëj është që të lexoj atë që më është dhënë. Ndërsa kur bëhet fjalë për Ballkanin dhe dy tre temat e tjera, jo vetëm që ka më shumë faqe aty për mbajtje, por janë më shumë në gjendje që tu përgjigjesh pyetjeve sepse dija shumë më shumë. Dhe isha shumë më shumë i përfshirë me atë, dhe ajo ishte shumë më shumë e përfshirë me këtë çështje, me këtë problem. Pra si zëdhënës i qeverisë, duhet të merrem me gjithë ato çështje që ju përmendët dhe faqet janë të sakta për mbajtje që është aty, por duhet të theksoj se si komunikues pra zëdhënës për shtypin, unë i kam lexuar pra përgjigjet dhe përmbajtjen e atyre, ndërsa për sa i përket Ballkanit, në veçanti për vitin 98-99 ku kam kaluar një kohë të madhe, ndoshta në Irak kam kaluar pak kohë varësisht nga kriza që kishin në lindjen e mesme, varësisht nga negociatat që bëheshin, por ato ishin tema që ku kam kaluar kohë të madhe dhe duke pu përgatitur dhe duke dhënë informacion gazetarëve kur më bënin pyetje. Pyetje përpara që të trajtonit kombet e tjera, vendet e tjera apo problemet në vendet e tjera, shtetet e tjera, për të cilat ju kishit më pak informacion. Konfirmoni saktësinë e informacioneve që ju jepej përpara se të lexoni përgjigje, po dhe jo çdo herë. Në fakt zhvillohet një marrëdhënie me njerëzit në jetë dhe njeriu ju beson atyre. Pra, ka njerëz që vinin në zyrën time gjatë mëngjesit nga zyra për Amerikën Latine, për të thënë për shembull, në veçanti lajmet për 2 vitet që kam qenë aty me dy përjashtime siç është Kuba
dhe ju testoni njerëzit 10, 20, 30 herë të para dhe pastaj ju jeni i bindur që informacioni që i jep ky person është i verifikuar dhe i saktë. Pastaj 34, 38, 34, 35 herë ju nuk keni nevojë më të bëni verifikime të tilla, pra besoni tek njerëzit që ju japin informacion të saktë. Pyetje, deklarata juaj nuk përmend takimin me pjesëtarët e UÇK-s në dhjetor 98 apo janar 99, saktë. Pyetje, përpara Rambujet, ju nuk keni marrë pjesë në takime ku kishte pjesëtarët e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, saktë. Pyetje, dhe ju nuk keni takuar me ndonjë nga komandanti e zonave operative përpara Rambujet, saktë. Pyetje, në paragrafin 13 të deklaratës tuaj ju thoni që kishit shumë pak dijeni se kush ishte udhëheqja e UÇK-s dhe dinit pak për ta, ndërsa sot dëshmuat në Rambuje lidhur me UÇK-n thatë përsëri që ne nuk e kuptonim kush ishte udhëheqja, struktura udhëheqëse e tyre shumë mirë, nuk e kuptonim mirë. Dhe nga gjysma e tyre 98-s administrata SBA-s kishte informacion të kufizuar lidhur me udhëheqjen e UÇK-s dhe strukturën e brendshme të saj. Ashtu kështu përgjigje duhet të dallojmë këtu mes zëdhënësit të Shteteve Bashkuara të Amerikës i cili ka sasi informacioni të kufizuar dhe themi shefi i zyrës së CIA-s në Beograd, puna e të cilit është të di se çfarë ndodh në rajonin e tij. Aty rajon që ai mbulon dhe ai mund të di më shumë se sa unë. Pra kur themi qeveria e Shteteve të Bashkuara, duhet të korrigjojmë faktin sepse unë nuk jam qeveria e Shteteve Bashkuara. Unë përpiqem të jemaj në një ditë të caktuar, por ka njerëz në qeverinë e Shteteve të Bashkuara që di më shumë se sa unë, ose edhe ambasadori në Beograd mund të di më shumë se unë. Jo detyrimisht personat që punojnë në shërbimet e zbulimit. Dhe kjo ishte gjithë ditën, pra. Ata mund të dinin gjithçka, që edhe mund të ishin gjëra që më shumë mund të jenë më shumë se ç'dija unë ose Mariana Albright. Pyetje, a ishin e dijenis autoritetet e SBA-s se autoritetet e SBA-s ishin në kontakt me UÇK në 98-ën, që ishin në kontakt, kanë konstatuar, theksuar se ishte sekrete lidhur struktura atyre, pra dhe udhëheqja atyre, përgjigje po. Në deklaratën tuaj ju thoni se kur keni arritur në Rambuje, Hashin tha që ishte shumë djalosh i ri nga UÇK-ja, të cilin nuk e njehte askush. Ngjashëm në artikullin e Financial Times ju keni thënë lidhur me zotin Thaçi se kur ai erdhi në Rambuje nuk e dinin se kush ishte fare dhe sot më herët thatë askush nuk e njehte në qeverinë e Shteteve të Bashkuara, nuk e dinte se kush ishte ai. Pra përpara Rambujet, ju vetë nuk e dinit nëse zoti Thaçi ishte ndonjëri prej themeltarëve të UÇK-s, saktë? Përgjigje, unë vetë jo. Unë nuk e dija. Po prandaj këtë gjë. Po ju nuk e dini përpara Rambujes nëse zoti tha që ishte antar i shtabit përgjithshëm, po jo, përgjigje, po. Përpara Rambujes. Ju nuk e dinit nëse zoti tha që ishte antar i drejtorisë politike të UÇK-s, apo jo? Përgjigje, po, sepse unë nuk e njihja. Pyetje, çka do të thotë se ju nuk e dinit, a ishte drejtori i drejtorisë politike të UÇK-s. Përgjigje, po. Pyetje, ju nuk e dinit se në gusht të 98-s, shtabi i përgjithshëm i UÇK-s kishte bërë publik emrat e përfaqësuesve të vet, përfshirë këtu Hashim Thaçin, apo jo? Përgjigje, jo, nuk kam që në dijenit kësaj, jo. Pyetje, a e dini nëse ka pasur dijeni BBC-ja në gusht të 98-s? Përgjigje, nuk e kam iden. Paç, shohim në ekran, ju lutem. Materialin me numër 01958, qëndrojmë 01958, ju lutem të shohim vetëm faqen e parë.
Ndiqeni do të bëj një pyetje. Prishtinë 13 gusht. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, UÇK, Kosov, OVK në serbokratisht, sot të lëshoj e njëte pas ditët rëndë. Vërtetimi kësaj. UÇK-ja ka dalë nga kesuat Bardil Mahmuti, Hashim Thaçi, nuk ka kundërshtime, atëherë dokumenti përkatës me numrin 01954-019585 pranohet do të marrë numrin përkatës. Sekretarja, dokumenti do të marrë numrin e provës P004485. Mishetitshmi që po pranohet ky dokument, dua të bëj një sqarim. Ai zoti Paç lexoi Hashim Thaçi, po në raport këtu thuhet Haxhi Thaçi. Paç, okej, kërkoj ndjes për këtë. Mund ta heqim dokumentin nga ekrani. Pyetje. Në deklarat thoni që ambasadori Gelbart Holbrook dhe antar të shërbimit të zbulimit amerikan ishin takuar ose kanë qenë në kontakt me antar të caktuar të UÇK-s. Sa i takon 1 tetorit 98, dokumentit që pam pak më herët nga mbrojtja e zotit Veseli, ju theksuat se keni marrë informacione edhe nga Sean Burns dhe thatë që ai respektoi shumë sepse jepte informacione të sakta. A keni pasur e dieni këtë pasur takime mes Sean Burns dhe përfaqësuesve të UÇK-s në 1998? Përgjigje. Edhe mund ta kem ditur, po pas 27 vitesh nuk kujtohet më. Pyetje, a ju kujtohet nëse në nëntor të 98-s Sean Burns kishte identifikuar Hashim Thaçin si kreun e departamentit apo drejtorisë politike të UÇK-s? Përgjigje. Siç u thash dhe në fillim të pyetjeve tuaja, po a them edhe një herë, me sa më kujtohet, nuk e kam njohur emrin e Hashim Thaçit përpara Rambujes në 1999. Pra përgjigja mund të jetë po ose jo. Çfarë të dëshironi, nuk e di se si duhet përgjigjem. Pyetje. Pra ju kujtohet? Të keni marrë informacione të sakta nga Sean Burns, po jo domosdoshmërisht për strukturën e UÇK-s? Përgjigje. Mua më kujtohet që nuk kam marrë çdo gjë që thoshte Sean Burns. Më kujtohet që ishte një prej personave që e kam identifikuar si person që jepte informacion të besueshëm, po nuk dija çdo gjë që raportonte ai. Nuk do isha në gjendje të dija unë të gjitha këto nivele hollësyrash. Pyetje. Dhe nëse do të kishte ndonjë kablogram kjo drejtuar sekretarit të shtetit? Përgjigje.
Çdo kablogram sekretarit të shtetit i shkon dhe vinin me mira, kablograme çdo ditë për sekretarin e shtetit. Unë duhet t'i përzgjidhja. Unë përzgjidhja çfarë duhet të lexoja, bazuar në interesin tim në temën përkatëse, ose se ku duhet ja përcjellja përgjegjësitë lidhur me çështjen në fjalë. Holbrook, më falni, Richard Holbrook ishte një person që e njihnim shumë mirë, Madeleine Albright e njihte shumë mirë, dhe Gelbart bashkë me ta po e trajtonin këtë çështje. Unë respektoja shumë që të tre, çka do të thotë, se unë kisha besim se kjo temë ishte në duar të sigurta. Çka do të thotë se hulumtoja më pak dhe nuk kisha nevojë të merja vesh çdo hollësi lidhur me këtë aspekt, siç do kisha bërë në një temë për një temë tjetër që besoj se nuk do të ishte në duar të sigurta. Çka do të thotë, nuk kam lexuar çdo gjë që shkruante Sean Burns sa kohë me pak fjalë. Were you aware of Pyetje. Keni pas djeni për takim mes Lauren Russen edhe përfaqësuesve të UÇK-s në 1998? Përgjigje. Nëse ka qenë me Gelbart, po. Nëse s'ka qenë me Gelbart, jo. Unë e di që Gelbart është takuar me të, me UÇK-n në 98-ën, dhe më pas Larry ishte personi që i ka takuar të gjithë me sa di unë aso kohë. Pra, e di që Larry takoi me të gjithë, kaq mund të them, Larry Rossin. Por takimet me UÇK-n që më kujtohen mua pas 27 vitesh, më kujtohen takimet që kanë qenë me Gelbart. Pyetje. Keni dini për kablograma të 98-ës ku përmendej Hashim Thaçi si drejtues i drejtorisë politike të UÇK-s. Ju kujtohet një kablogram i tillë? Përgjigje. Mund të kem lexuar kablograme të tilla, po nuk më kujtohet veçanërisht emri Hashim Thaçit kur kam shkuar në Rambuje, një dy muaj më pas. Kam lexuar kablogramet e Lerit për Kosovën, se më duket se ua thash dhe më herët. Ka qenë kriza kryesore asaj kohe, po përpiqeshim të ishim sa më të angazhuar. Unë e besoja Gelbart, Holbrook, po nuk ishin gjithmonë përfshirë, ndonjëherë ishte, ndonjëherë s'ishte, ndonjëherë largohej me muaj. Dhe kur nuk ishte ai përfshirë, unë përpiqesha të lexoja më shumë, dhe është e sigurt që kam lexuar kablograme nga Beogradi apo nga Leri, lidhur me çdo temë që më kujtohet mua për atë kohë. Po s'mund t'i mbaj mend të gjitha. Sepse sidoqoftë ka qenë një temë me shumë interes për Madeleine Albright edhe për mua veçanërisht. Were you aware of Pyetje. Keni djeni për takimet mes Christopher Hill dhe antarëve të UÇK-s, përfshirë dhe Hashim Thaçin dhe Jakub Krasniqin në nëntor të 1998-s? Përgjigje. Christopher Hill kohë ishte sapo kishte filluar punën, ndërsa Gelbart dhe Holbrook ishin përfaqësuesit kryesor. Chris dhe Larry Rossi, më falni, ishin pak më të ulët në grad, në nivel. Kështu që unë nuk shikoja çdo takim ku merren ata pjesë. Nëse raportoj në një kablogram, sigurisht që unë kisha interes. Disa kablograme thjesht kanë shumë emra, jo të gjitha e lexojmë. Disa kablograme thonë që UÇK-ja do ndërmarrë një veprimtari politike apo serbo do bëjë diçka caktuar, ato i lexon. Ama kablograme thjesht me emra brenda, apo që kanë hollësi që mua nuk më nevojiteshin, këto ishin kablograme që unë nuk i lexoja. I kaloja shpejt dhe i lija. Pyetje. Po për mediat ndërkombëtare që raportonin takime mes diplomatëve të SBA-s apo autoriteteve të SBA-s dhe antarëve të UÇK-s në nëntor të 98-s. Kë i lexoje? Përgjigje. Po, dokumentet të tilla do t'i lexoja si rregull. Të shohim atëherë një dokument 4D40040 dhe të shohim vetëm faqen e parë të këtij dokumenti.
We see this as Shohim një artikull të 9 nëntorit 98, është raporti i BBC-s me titull "Ndërmjet Suesi Shëbaz inicion takime me rebelët kosovar". Thotë që teksti është marrë nga agjencia Arta me bazë në Prishtinë e datës 6 nëntor 98. Po lexoj që nga fillimi, Dragobill, 6 nëntor. Me kërkesën e tij, sikurse u konfirmua nga pjesëmarrësit në takim, ndërmjetësuesi i SHBA-s për Kosovën, Christopher Hill, u takua të premten, 6 nëntor, me përfaqësues të UÇK-s, Ushtria Qeverimtare e Kosovës, UÇK në shqip, OVK në serbokroatisht. Në shtabin kryesor Hashim Thaçi dhe Rambuja, përfaqësues të drejtorisë të UÇK-s për çështje politike dhe me zëdhënësin Jakub Krasniqi. E keni lexuar këtë raport? Përgjigje, jo. Më falni që po a them këtë, BBC-ja nga unë asë kohe nuk konsideroj si media ndërkombëtare, sikurse ta lexoja New York Timesin apo CNN asë kohe, që ishin në fakt organe mediatike amerikane. Por do t'isha në dieni dhe do ta kisha ditur nëse Richard Holbrooke dhe ambasadori Gelbart do t'u caktonin vartësve detyrën. Më fal një çast dëshmitar zotë Mishetić u çua në këmbë. Mishetić. Besoj se ka një problem, sepse është e pa drejt për dëshmitarin. Ai tha, ky është një raport i BBC-s. Paç, mund ta diskutojmë këtë pa pranimin e dëshmitarit. Ne treguam një dokument dëshmitarit në ekran, nëse ka diçka që duhet të diskutojmë lidhur me këtë, nëse kemi pasur në një lloj influencë, atëherë mund ta diskutojmë pa pranimin e tij. Mishetić, më vjen keq, po ju influencuat dëshmitarin me këtë që thatë. Megjithatë mund të bëjmë parashtrime pa pranimin e dëshmitarit. Dëshmitar duhet të dilni për një çast në sallë. Yes. Mishetić, shkojmë në krye të faqes, ju lutem. Nuk thot BBC, thot shërbimi monitorues i BBC-s. Kjo nuk ka qenë në faqen e internetit të BBC-s, po është një shërbim që e kam paguar, i kontraktuar që monitoron lajmet rajonale, i përkthen dhe u jep personave që dëshirojnë t'i lexojnë. Nuk është BBC-ja, siç ju tha dëshmitarit. Nuk bëhet fjalë për BBC-n, burimin kryesor. Gjykatësi atëherë, filloni dhe njëherë lutem dhe përdorni titullin siç është. Dhe më pas bëni pyetjen tuaj zoti Vaç. You can bring the witness back in. Sillim dëshmitarin në sallë. We'll have a slight delay before we can bring the... Një vonesë, do kemi një vonesë të vogël derisa të vi dëshmitar. Then, Mr. President, while there's a delay, could it be pointed out to Mishetić, a mund t'i thuhet dhe një herë dëshmitarit, ju lutem, çfarë është, si është titulli i sakt? Faleminderit.
I think what we'll do is take the 10-minute break. Atëherë, a bëjmë 10 minuta pushim tani se momenti që do rifillonim ne i takonit ishte momenti i pushimit. E lëm fare se dëshmitari erdhi. Vazhdojmë sipas planit. In about Zoti Paç, për 6 minuta do të bëjmë pushim, keni parasysh. Faleminderit. Një çast, dëshmitar. Zoti Paç do t'ua bëj edhe një herë pyetje se pati një keq kuptim për titullin e këtij dokumenti. Zoti Paç do ta sqaroj këtë keq kuptim më një herë. Paç. Po, dëshmitar, sikur se shihni në ekran, thuhet BBC, por më poshtë thot ndërmjetësuesi i SBA-s fillon takimet me rebelët Kosovë, 336 fjalë, 9 nëntor 1998 dhe thot, shërbimi monitorues i BBC-s, 2 pika, Evropa qendrore dhe Ballkani. Dhe pas ka informacione të tjera. Në nëntorin 98-s, burimi i kësaj thot Arta. Duhet ta them edhe këtë që Arta është burimi. Burimi i këtij informacioni është Arta. Paç. Për këtë ka të drejtë mbrojtja. E thash më herët që është agjencia e lajmeve Arta. Unë thjesht nuk thash nuk përmenda më herët që është shërbim monitorues për BBC-n. Faleminderit. Përgjigje, më lejoni të bëj një ndërhyrje. Që nuk kam pyetje për ju dëshmitar. question, please. Prisni për pyetjen, lutem dëshmitar. Mund ta hiqni dokumentin nga ekran. Witness, when you are Dëshmitar. Ku shkuat në Rambuje? Sekretarja Albright ju inkurajoi që të krijonit marrëdhënie me zotin Hashim Thaçi apo jo? Përgjigje po. Pyetje. Ju u fokusuat veçanërisht tek ai apo jo? Përgjigje. Po. Pyetje. Krijuat një lloj miqësie me zotin Thaçi në Rambuje apo jo? Përgjigje po. Pyetje. Në një moment i bëtë disa rekomandime zotit Thaçi lidhur dhe me çfarë kostumesh duhet të mbante dhe çfarë kravatash e kollaresh apo jo? Përgjigje jo, domosdoshmërisht. Kjo fakt ka dal nga persona të tjerë. U bra si një lloj kjo po mitologji, nuk e di nga ka dalë kjo legjend që un i kam dhënë këshilla edhe për kostumet. Në rregull atëherë, shohim dokumentin konkret në ekran DHT 08787 DHT 09214. and if we zoom out, Zvogloj pak faqen e parë. Kjo është ballina e një memuari nga Christopher Hill. Shkojmë në faqen DHT 08925 dhe do ju lexoj paragrafin e parafundit. Jamie Rubin, I'm now reading, Jamie Rubin ishte i mendimit se udhëheqësi real i delegacionit të Kosovës ishte Hashim Thaçi dhe Albright do t'i fokusonte të gjitha përpjekjet e saj tek ai. Jamie ishte filluar të kushtonte veçanërisht vëmendje Thaçit, madje kishte shkruar aq lart sa t'i rekomandonte se çfarë kostumesh e kravata ashtu vishte. Kjo është diçka që kujtohet zotit Hill, është sakt. Përgjigje absolutisht e pasakt. Christopher Hill ka qenë i anshëm, do në kisha vënë re këtë. Ai nuk ishte i panshëm gjatë kohës si drejtues, ishte i anshëm në favor të LDK-s dhe ishte kundër UÇK-s. Unë kam qenë i panshëm. Mua më është kërkuar të punoj me udhëheqësin e vet shpallur të delegacionit. Chris Hill në mënyrë shumë të pamatur e bën si kur unë flisja me Hashim Thaçin për veshjet e tij, për kostumet e tij. Christopher Hill këtu ka qenë i anshëm, është shpjekur të më dëmtoj figurën mua dhe këtë ka bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe gjithashtu është përpjekur
të dëmtoj edhe sekretaren Albright duke u thënë se ajo kishte influencuar drejtuesin e delegacionit të UÇK-s në Rambuje, dhe në fakt ne thjesht kishim një objektiv që deshëm të arrinim atje. Unë desha të realizoja objektivat e sekretares Albright, Christopher Lear në mënyrë të pavërtet, duke shpikur historira, shpërpjekur të më dëmtoj mua imazhin, ka minimizuar dhe rolin tim si diplomat, duke nënkuptuar se i ka qenë një diplomat i mirë. Po në fakt ai është personi që i dëmtoi disa nga diskutimet atje, dhe nuk kishte personi që na ndihmonte me UÇK-n dhe për shkak të tij ne nuk e morëm nga UÇK-ja për marrëveshje. Dhe kjo pati pasoja. Gjykatësi në rregull, bën 10 minuta pushim. Testimony. Lutem mos diskutoni me askënd dëshminë tuaj. Jonas, if I could briefly, if you're going to consider Dua të diskutoj diçka. Unë përmende një nga dokumentet e mia sa i takon kontakteve në terren me Sean Burns. E thash këtë për çështjen e relevancës që dua u diskutua pak më herët. Gjykatësi ju thash që ne do të marrim vendim lidhur me këtë. Dixon, faleminderit. Bëjmë 10 minuta pushim. Sekretariat të gjithë më kam.